që ky është një turp i madh, është një skandal i madh. Nëse duan thjesht i vjedhin pronën për ndërtuar kull atje, të paktën të japin një vend tjetër nëpër Tiranë, ku të ketë një muze arkeologjik dinjitoz të vizitueshëm, i cili të ketë një godinë po aq dinjitoze me dritën e diellit, ku historia e Shqipërisë, identiteti i shqiptarëve të jetë atje për të vëzhguar nga shqiptarët, nga turistët, nga kushdo dhe për të treguar historia në dritën e diellit, edhe jo në katet e parkingjeve nëntoksore, si për të fshehur ne apo për të turpruar nga ajo që jemi dhe nga ajo që kemi qenë. Është një turp i madh, kjo gjë që po bëni, që muzeun arkeologjik ta ktheni në një kat parkimi, ku në -3 të parkojnë makinat, e në -2 të kemi muzeun arkeologjik, e në -1 të kemi prap parkim, e lart kemi një kull. Se kjo është degenerim total i shtetit. Është turp i madh dhe është e papranueshme dhe është e palejueshme që në një vend i cili ka detyrim thelbësor edhe nga kushtetuta që të mbrojë identitetin kombëtar, që të lartësoj emrin e shqiptarëve, që të mbrojë historinë, kujtesën, trashëgiminë, të thotë që muzeun arkeologjik do ta bëj kat parkimi.